Sa dikur ka qenë sfidë në vete, ndoshta që të flitej për vështirësi që mund t'i kaloj një nën vetë ushqyse. Për ty si ka qenë ky rrugtim, unë e di figurën tënde të një gruaje shumë të fortë, duke marrë parasysh edhe mbështetjen nga familja, por ka pas ndonjë fazë të vështirë në jetën tënde në rritjen e tjarës si nën e vetme? Unë thash edhe ma herë që kam pas fat që më kam përkra shumë familja edhe kemi rrit me shumë dashuri edhe sakrificat nuk ka pas diçka shumë të najs sakrifis jo të mirë që nështa me t'lun pasoja si faman apo si nan. Po, do më thonë, gjatë krejt proceset të jetës edhe si nan e tjarës, nuk ka pas në vështërsi të madhe, sepse nuk e kom lënë në nështa kohën, nuk e kom lënë jetën me pas vështërsi, sepse varet një jetë qysh e uzon të jetën tonde edhe qysh e mendon. Nuk jem tipun që ankona apo i dramatizoj shumë gjana, sepse nuk jem për me u dramatizu. Nuk e zgjedh të luash rolin e viktimës në çfarë do që të ndodhë në jetë? Asnjë femër nuk e mendoj që duhet me luajt rolin e viktimës, sepse me rrit një fëmijë është kënaqësi, po edhe dush me qenë e lumtur edhe nuk dush me mendu që dush me pas sakrifica në jetë, sepse ato janë të themarët shumë të këndshme, shumë pozitive që ta ndreshin jetën një farë mënyre, edhe nuk është që më ka pengu mu kjo absolut në jetë për kundrazi, jam me fat, më ka ndihmu Zoti që e kam sjell në jetë një fëmijë, po unë kam pas arritje shumë të mdhaja dhe mbasi që kam lind tjarën. Unë nuk jam dalë asnjëherë dhe asnjë 1% do më thonë e penges nuk ka pas fëmiu, apo une që... Ndoshta bile ka qenë edhe shtysë edhe më e madhe për ty që mos të ndaleshe. Besoj e ke bërë pjesën më të madhe për tjarën, që ti mundsoja një jetë më të mirë, ti jepje një modelin e një gruaje të fortë, që besoj do ta ndjek. Se ku ka më mirë se sa të kesh këtë model në personin që është me i qmuarin. Aty e kam pa që unë jam një femër shumë e fortë. Asnjë femër nuk... Unë s'muj me thonë për vete që unë jam shumë e fortë. Me kalimin e kohës edhe tjetës, unë e kom pa që unë jam shumë femër e fortë, edhe mendoj që krejt femërat jenë të njëjta, edhe duhet me qenë të njëjta, të forta, po mendoj që nuk duhet me udërzu në asnjë mënyrë, sepse jeta është e bukur, edhe është e bukur me fëmijë, po Zotit ndihmon në krejt aspektet, gjë që unë e thamë gjatë rritjes së tjarës, unë kam kry provime në fakultet, kam kry magistraturën, kam punu, kam studiu, kam këndu, do më thonë, qëfar pengese ka mujtë me qenë aty? Asnjë penges nuk ka mujtë me qenë. Për kundrazi, ka qenë një motivim shumë i madhë që mbas krejt këtënve jetës të përditshme që e kemi, kër e kom pa tjarën, ajo më ka dhonë të më thoni një fuqi qashtë madhe, sa që mu më ka duk nata shumë e gjatë, që unë me mbritët nesërmë, sepse jem një femër pak luftarake dhe nuk jem tip që dërzona dhe luftoj për jetën edhe për sanet e mira që duhet me i pas në jetë. S'ka ma knasi kur e sheni fëmijun tanë, edhe ki motivim për edhe i tregon pak të në fëmijës që ki përfundu për shambull një provem, apo ki kry një projekt, apo me tregu për jetën e... Sa e bukur është kjo t'i ndash me krijesën tënde, krejt sfidat, po edhe sukseset, po edhe momentet ma të bukra. Pra ne këto a e thëmë që nuk mundet me qenë një jo demotivim, dhe më thonë, pse jenë anë e një fëmijut e vetme, e rritë fëmijun vetë, për kundrazi është diçka që gjallëran, disponon edhe të shtyr për para që ti me vazhdu jetën normal qysh e vazhdojmë edhe tash.